Live from Tirana në Top Albania Radio. Pjesa e dytë e Live from Tirana, 11:11 është ora eksakte në këtë momente, në këtë të hënë datës 29 dhjetor 2025, praktikisht 2 ditë para vitit të ri, që çdo vit më shumë pritet më pak, por nuk mungojnë ritualet, besytnit, proceset ku njerëzit kërkojnë dhe shpresojnë të kenë një vit më të mirë apo të vendosin qëllime të reja. Ka në studio tashmë Habibe Babasi, mirë se vjen në programe dashur. E cila është dentiste, por duke qenë se ka kaluar një sfidë goxha të fortë me anktin apo jo, ti e ke histori publike, mund ta themi, gjatë këtij rrugtimi mësoj shumë nga psikologjia, rrugtimi shpirtëror, bota emocionale, bota jon psikologjike, dhe sot do të ndajmë në studio të ke bërë dhe studime jashtë për psikologji apo jo. Profili i psikologjisë? Po, e përgjithshme. Psikologjia e përgjithshme. Je shumë ndjekur në Instagram, njerëzit të pyesin shumë, edhe un kam shumë kuriozitet sot nëse Habibe në 31 dhjetor, ku ne e ke parasysh konsumojmë këto 12 kokra rrush, jo po personi i parë që të fut në shtëpi vitin e ri do ta ketë këmbën e mbar se të ecën viti i tërë, të ikim pak nga këto besytni dhe të shkojmë në shkencë, pra në psikologji. Çfarë do të bëjmë dhe si që të kemi një vit më të mirë? A ka ndonjë truk, a ka ndonjë sekret? Në fakt, flasim shumë për truke, për sekrete dhe për magji dhe sidomos pak shqiptarët janë të tërhequr shumë nga këto, jo po shkojmë tek ato që yshtin apo tani kanë dalë shumë edhe këto udhëheqësit shpirtëror, sepse i duket një formë magjie, pra ti bëj një meditim ose mbyll syt dhe gjërat do të ndryshojnë. Dhe fund viti është një periudhë reflektimi në fakt kur gjithë themi çfarë shkoi mirë, çfarë shkoi keq, çfarë do donim të shkonim mirë vitin tjetër, dhe gjithë njerëzit fillojnë edhe bëjnë një lloj bilanci dhe shkruajnë disa qëllime ose dëshira për të ardhur në fund të vitit tjetër në fakt, dhe për të parë që gjërat nuk janë realizuar dhe ato ndjen të zhgënjur. Po, te kjo dua të ndalemi pak. Ndodh shpesh herë që vendosim qëllime dhe kur vjen fundi i vitit gjërat nuk janë realizuar. Pse ndodh? Me një gjë dua ta them që në fillim nuk ndodh se njerëzit janë dembel apo nuk duan mjaftueshëm ndryshimin. Kjo ndodh sepse njerëzit largon nga baza dhe ndodh për shkak të mungesës së një sistemi nervor të qetë apo të sigurt. Ndodh sepse kemi ngarkesa shumë të mëdha dhe kjo na sjell më pas që ne të kemi vështirësinë në plotësimin e qëllimeve apo dëshirave që ne mund të kemi. Dhe nëse një sistem nervor është shumë i traumatizuar ose është shumë nën ankth, nën stres, në presione të vazhdueshme, i mpir nga rrjetet sociale, dhe ne më pas i prezantojmë një qëllim shumë të madh ose një ndryshim, dhe ne duam të fillojmë dhe të ndryshojmë të gjithë gjërat, për shembull në janar. Po, duam të fillojmë dietën, duam të kemi atë trupin perfekt, duam që të kemi një karrierë më të mirë se ç'e kemi, të jemi partner më të mirë ose një familje më të mirë. Çfarë ndodh trurit? Dhe truri friksohet shumë dhe kalojmë në gjendje frizë, që quhet në anglisht ose ngrirje. Në ngrim, truri fillon dhe saboton veten. Dhe në këtë moment ndodh ajo që ti thua, ok, unë vura qëllimet dhe unë dua të jem ky personi që them që do të jem, por ti nuk e sheh veten që nuk po e plotson dhe nuk je në atë potencial, çfarë ndodh? Fillon zhgënjimi. Fillon ndjesia e turpit, e zhgënjimit dhe e fajit. Janë 3 ndjesitë kryesore të cilat na fusin neve në gjendjen friz. Dhe në momentin që truri dhe trupi mbi ngarkohet nga këto ndjesi, atëherë ne kalojmë në vend që të përmirësohemi dhe shkojmë për mirë, pra të plotësojmë ato qëllime që tham, kalojmë komplet në të kundërtën, sepse fillojmë dhe themi jo, po unë s'ja dal, unë s'do e bëj dot, atëherë për çfarë më duhet kjo gjë, dhe kalojmë në të ngrënit emocionale dhe mund të shtojmë peshë, kalojmë në varësi të ndryshme si alkooli, duhani, tani kanë dalë edhe varësi të tjera, varësi nga filma për të rritur, varësi nga më të ndryshmet, të cilat na jo vetëm që na ndihmojnë, jo vetëm që nuk na ndihmojnë të shkojmë përpara, por në fakt na tërheqin shumë pas. Dhe është e rëndësishme që ne të zbatojmë disa parime sa herë që duam të ndërmarrim ndryshim në jetën tonë. Pra, po thua që
ky presioni që ne ju ushtrojmë trurit çdo fund vit, më shumë e çon atë në freeze, në gjendje ngrirje, siç është ajo në Big Brother, freeze, e kupton dhe të gjithë ngrihen ashtu ngrihet edhe truri, se sa e ndihmojmë. Pra, por në fakt cila është teknika e dur? Që ne apo nuk duhet bërë fare kjo gjëja? Pra, duhet ta kemi këtë presionin që një herë, një mi? Sigurisht që njerëzit duhet të ndryshojmë dhe të përmirësohemi, sepse edhe rritja kjo gjë është. Po duhet pikërisht në janar? Pikërisht këtu. Se nuk e bëjmë në mars, se nuk e bëjmë kur ndjehemi ne gati. Pikërisht domethënë ke kapur një aspekt shumë të rëndësishëm. Në momentin që ne për ta bërë trurin sa më të lehtë dhe për të mos i thënë sepse pavarësisht se sa ne duam të ndryshojmë, dhe pavarësisht se një aspekt të jetës tonë duam të ndryshojmë, jeta vazhdon. Pra ti prap ke rutinën, nënat me fëmijë kanë fëmijët aty, tjetri ka punën, kërkon kohën e vet. Dhe për këtë arsye, trurit ne duhet t'ja prezantojmë ndryshimet sa më lehtësisht. Dhe në trajnimet e mia ne praktikojmë një teknikë që të segmentojmë kohën. Pra në qoftë se ti sheh gjithë fushat e tua të jetës, pra karriera, mendësia, apo shëndeti mendor, familja, të gjitha hapësirat e jetës. Dhe ti thua që po të ndryshoj unë shëndetin tim, e di që shëndeti do më ndihmoj në të gjitha këto, se në momentin që ndihemi vital, ndihemi mirë, do ndikoj në të gjitha fushat e jetës. Atëherë themi që 3 muajt e para të vitit do merrem me shëndetin. Në 3 muajt ose 4 muaj e vendos ti, dhe në 3 muajt e dyta do të merrem me karrierën. Pra unë do shoh se cilat janë mundësitë e mia për të rritur më shumë të ardhurat, ose në mos të ardhurat statusin që unë kam në shoqëri. Dhe 3 muajt e tjerë unë do fokusohem pak tek vetja ime, tek qëllimet që unë kam, tek shëndeti im mendor. Në këtë mënyrë ti e di fokusin dhe i vendosim, dhe parimi i dytë është filloje me diçka të vogël, diçka aq të vogël sa truri të thoj, kjo gjë është shumë e lehtë për mua. Dhe në momentin që ne fillojmë me diçka të vogël dhe ne e bëjmë, truri më thotë që mund t'ja dal pastaj. Po, ke shumë të drejtë. Pra, nëse ti thua do bëj vetëm 10 minuta ecje në ditë, ose do bëj 10 minuta meditim, ose 10 minuta do shkruaj në ditar, ose 2 minuta, ose do lexoj një faqe libri. Atëherë truri thotë, ok, mund ta bëj. Dhe në momentin që ti e bën diçka, menjëherë aktivizohet sistemi dopaminergjik, prodhohet dopamin në trurin tonë dhe ne fillojmë, ok, unë mund ta bëj këtë. Unë ndihemi e aftë atëherë. Vetvetiu ti do kërkosh ti shtosh gjërat. Vetvetiu do kërkosh ti shtosh këto zakonet e mira që të bën, por kujdes, duhet bëjmë kujdes që mos ta mbingarkojmë, sepse kur fillojmë me këtë ritmin e të mirës, ne duam t'i bëjmë gjitha një herë dhe kalojmë në burnout. Një herë edhe shpejt. Uizi po më thotë që do të shkojmë urgjentisht në reklama dhe rikthehemi shumë shpejt në studio për këtë bisedë që besoj është e vlefshme, duke qenë se jemi 2 ditë para vitit të ri. Ndërprer fjalën se do të shkojmë në reklama edhe të ftoj lirisht ta vazhdojmë aty ku e lam, pra që pse nuk funksionon, pra pse truri trëmbet nga gjithë presionet që ne i vendosim vetes si qëllim që të kemi për vitin e ri, dhe truri bën atë blackout, pastaj atë freezing që ne përmendëm, atë ngrirjen, sepse trëmbet dhe në fakt qëndron dhe ke shumë të drejtë që duhet ta stërvisim trurin fillimisht me gjëra shumë të vogla. Pra, mos e themi trurit që këtë muaj duhet të kursej 1000 euro, po këtë muaj duhet të kursej 100, se kjo është më e realizueshme dhe truri më thotë pastaj që mund t'ja dal apo me palestrën apo me gjëra të tjera që lidhen që janë në funksion në funksionin tonë për një jetë më të mirë. Më thuaj. Dhe po flisnim për 3 parime se si ne ta bëjmë trurin që të pranoj këto ndryshime, dhe parimi i tretë është të ndryshojmë mënyrën se si ne i flasim vetes. Nëse ne vazhdojmë të themi jo, kjo s'bëhet, unë kështu jam, unë jam gjithmonë një dështim, atëherë ne kalojmë veten në rolin e viktimës. Pra, unë nuk e kam aftësinë për të ndryshuar gjërat që unë dua në jetën time, sepse varet nga shoqëria, varet nga shteti, siç e përdorin shpesh shqiptarët, varet se unë trupi im ose mendja ime nuk funksionon shumë mirë, dhe prandaj ne duhet të flasim vetes me fjalë drejtuese. Okej, është procesi i vështirë, por unë do të bëj çdo ditë nga një hap. Është e vërtetë që po kthehem shpesh mbrapa, por do përpiqem sërish, dhe sa herë që unë e rifilloj nga fillimi, do të thotë që unë kam mësuar pak më mirë dhe di pak më mirë, dhe aftësia për ta filluar disa herë nga fillimi është shumë e mirë. Dhe ti ke bërë një proces transformimi shumë të madh, dhe
Cili ishte ai momenti që ti the që okay, unë në këtë moment do ta ndryshoj. Por para se ti të arrije tek ai moment, është sigurt që ke pas shumë momente që e ke filluar, e ke lënë, e ke filluar, e ke lënë. Por fakti që nuk e dorëzuar dhe ke rifilluar nga fillimi, të ka çuar aty ku ti doje, qof me trupin ose me mendjen ose më shumë ka të bëj identiteti. Në momentin që ne e lëshojmë atë identitetin që unë jam kjo e vobekta, unë jam kjo e mira, se unë flasë me gratë gjithmonë dhe prandaj drejtojmë gjithmonë me unë e mira e kështu, por kur ne e lejmë këtë identitet, atëherë thua prit se unë mundem t'ja dal, unë kam bërë kaq shumë gjëra, unë e kam arrit këtë gjë, unë kam bërë këtë gjë nëse atë gjën tjetër. Për shembull në rastin tënd ti arritë nga një vend shumë i vogël dhe the që unë doja dal, ndoshta jo në atë mënyrën siç do më pëlqente mua në fillim, por unë doja dal që me këtë mënyrën time të dal një herë në krye dhe pastaj unë do ta drejtoj rrugën drejt asaj si unë dua. I coptuar, po lëstimi që ja dola. Po. Se në rrugës tani nuk ka luftë. Nëse nisësh në luftë do humbasësh qof një ushtar apo qof në një. Po, do humbasësh miq atë rrugës dhe kjo është pjesa më e vështirë. Gjithsesi për të mos e personalizuar. Çfarë do të thotë ti dëgjuesve që të bëjnë në datën 31 dhjetor? Atëherë, një të vendosin qëllimin në bazë të saj që tha. Përveç kokave të rrushit se nuk kemi asnjë fakt shkencor që të hash 12 kokra rrushore hanë edhe 24, nuk e dim nëse funksionon, ja thjesht besit ne. Ne fokusohemi shpesh tek manifestimi, energjia e lartë, plotësimi i dëshirave. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme, por gjithmonë duhet të rikthehemi tek baza. Dhe baza është sistemi nervor dhe një trup që ndihet në siguri për të më pas të gjitha ato ndryshime që ne do donim të kishim. Dhe për këtë arsye, do të bazohemi pak në terapinë NLP ose NLP, që është riprogramimi i trurit në bazë të neurolingvistikës, pra të zgjedhin 15 fjalë ose 30 fjalë, të cilat do të jenë boshti 2026-s, që mund të jetë lehtësia, bollëku, karriera, vetbesimi, palestra, ecja, pra disa fjalë që ti do doje ti inkorporoje, pra veprime zakone që do doje ti inkorporoje në jetën tënde ose veten tënde dhe mundësisht ti vendosësh tek faqja e parë e telefonit. Okay. Që ti shohësh gjatë gjithë kohës. E dyta unë do doja që të uleshin edhe të imagjinonin vetes në fund të 2026-s. Kjo është teknika vizuale. Në telefon dhe duhet më kushtosh rëndësisht më duk shumë interesante kur po flisim për emisionin. Ma thuaj pak të është shumë e bukur. Atëherë, pra, ne do e shohim veten sikur jemi në 31 dhjetor vitin e ardhshëm. Në fund të vitit 2026. Ja, dhe kemi gotat në dorë. Jemi rrethuar nga njerëzit që ne do donim të rrethoshim dhe dua sa më shumë detaje, sepse teknika vizualizimit do sa më shumë detaje. Nuk e di zjarrin aty ose qoftë edhe gjelin e detit dhe një moment ku pak para se të përplasin fishek zjarre ti po mendon me vete dhe po ke një buzëqeshje të lehtë dhe thua, "Wow, unë realisht këtë vit ja kam dalë. Unë realisht këtë vit e arrita që ta kem atë trupin që ti do dëshiroja, arrita të kem financat, pra gjitha ato qëllime që ti i ke vendos, ta shohësh veten sikur ti i ke arrit në 2026-ën. Kjo, duke qenë se bëhet pa presion, por është thjesht një formë që ne e rrisim trupin edhe mendjen në energji, truri më pas e merr si atë yllin polar që ne ndjekim dhe thot, ok, këto gjëra këti sollën kënaqësi dhe i sollën ndjesi të mira. Atëherë unë do mundohem që gjatë gjithë vitit të shmang shpërqendrimet e tjera dhe të fokusohem pikërisht te këto gjëra, që në mënyrë që në fundin e vitit tjetër pikërisht të kem këto ndjesi që sapo përshkruam, qoftë për karrierën apo çdo lloj qëllimi që ne i vendosim vetes. Interesante shumë. Dgjoj, do qëndrojmë pak minuta në studio. Uizi, besoj shkojmë në reklama, apo jo? Dhe rikthehemi shpejt në studio, direkt pas reklamave, pa muzikë, për të biseduar dhe për pak. Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, 11:36 orë eksakte në këtë moment. Do të flasim pak për sindromën e fatit. Çfarë është sindroma e fatit që mund ta përdorim shumë këtë ditë, po edhe gjithë jetën tonë, edhe në nisje të vitit të ri 2026. Pikërisht, mund ta përdorim gjithë jetën tonë, po të paktën ta provojmë për 3 muaj dhe kjo është teknika radhës që do doja të flisja. Sindroma e njeriut me fat nuk është asgjë tjetër sikur ty
Pa dashje të ka rënë, e ke parasysh kur themi më ka rënë një sindrom dhe do e kem gjithë jetën dhe kjo është sindroma që unë jam me fat. Pavarësisht se çfarë më ndodh në të mirën time. Më ndodhi diçka e keqe, është e sigurt që Zoti do ma zvendësoj me diçka më të mirë. Më ndodhi diçka e papëlqyeshme, disa njerëz ikën nga jeta ime, do thotë që Zoti më ka mbrojtur nga ajo gjë. Ne çdo ditë të jemi në gjuetin e gjërave të mira. Në fund të ditës ne të ulemi dhe të themi çfarë janë 3 gjëra sot që i tregojnë trurit tim që unë jam realisht me fat. Dhe po tash jeni kjo në fakt ka qenë bërë edhe shumë e famshme në TikTok, ka njerëz që i kanë ndodhur nga gjërat nga më të ndryshëm. Një video i është bërë virale ose janë ftuar nga markat më të prestigjioze botërore që të jenë influencerat, thjesht sepse filluan dhe t'i shohin gjërat në këtë mënyrë, sikur janë shumë me fat. Sepse kjo fillon edhe truri riorientohet drejt gjërave të mira, ashtu siç ne e themi, unë s'kam fat fare, unë gjithmonë më ndodhin gjëra të këqija, mos më ecën fare, kur e bën të kundërtën, ti arrin dhe sheh mundësi aty ku nuk i ke parë më përpara. Në fakt, Habibe, është shumë mirë mendoj që flasim për këtë gjë për të edukuar pak brezin e ri, sepse ne prindit tan, jam mua Mara mikrofonin tani, po mund ta quajmë këtë si pjesë të fatit? Sigurisht do ketë diçka për të mësuar nga kjo gjë. Mësimi është që mos luajmë kaq shumë në studio se ndonjë ditë do e shkatrosh edhe nëse. Po thoya këtë, prindit tan fatkeqësisht na arritur me këtë idenë që skemi, madje mendonin që nuk duhej treguar dhe duhej thënë sa më shumë që skemi, sepse të marrim sysh. Pikërisht, jo vetëm është e kundërta, pra ne nëse jemi mirë Habibe, duhet ta themi, duhet ta tregojmë, unë jam mirë. Është problem të thuash që unë jam mirë? A e trëm kjo energjinë e mirë? Kjo në fakt ka të dyja kanë të vërtetat e tyre. Duhet të themi që jemi mirë, po duhet ta mbrojmë në të njëjtën kohë energjinë tonë. Pra, ti mund thuash jam mirë, po jam në një periudhë shumë të mirë të jetës time, por nuk është nevoja të ndash çfarë do lloj detaji me çdo njeri. Në këtë mënyrë e hap energjinë dhe njerëzit e kanë i duket sikur e kanë më të lehtë aksesin ndaj teje, dhe në momentin që njerëzit e kanë më të lehtë aksesin ndaj teje, mundohen edhe të ulin ose të fusin atë energjinë e tyre negative. Nga ana tjetër, mendësitë që na kanë dhënë prindërit tanë, pa dashje sigurisht, mendoj se ka ndikuar në të gjithë energjinë kolektive të shqiptarëve që e kanë këtë që jo po skemi ose harxojmë shumë një moment dhe kursejmë për gjërat më elementare siç mund të jetë ngrohja ose ushqimi i mirë dhe duam vetëm të dukemi. Është e rëndësishme që ne t'i përkujtojmë vetes dhe t'ia ndryshojmë vetes këto mendësi. Këto mendësi që s'ka ose Shqipëria nuk bëhet ose këtu nuk realizohen gjëra dhe të fillojmë dhe t'i themi, po, përderisa ka në Shqipëri 5-6 veta që e bën, do thotë që mund ta bëj edhe unë. Përderisa ekzistojnë kaq shumë njerëz që kanë bërë kaq shumë gjëra, mund ta bëj edhe unë. Duhet të ulemi, siç the edhe ti, dhe të shohim cilat janë këto fjalitë që neve na janë thënë në mënyrë të ripërsëritur, qoftë që skemi, qoftë se ti s'ja del dot ose përderisa prindërit tanë nuk kanë arrit diçka, nuk kanë bërë shkollë atëherë as unë nuk mund t'ja dal, dhe të ulemi dhe të reflektojmë mbi këto dhe ta ndryshojmë narrativën e jetës tonë dhe të gjejmë prova që thonë që po, unë ja kam dal, po, ka gjëra të mira në jetën time dhe në këtë mënyrë truri, neuroshkenca thotë që truri do të ndihmoj të arrish atë gjën që ti do. Dhe sa më shumë ne ta fusim veten në këtë energji, aq më shpejt truri do e perceptojë dhe do të na çojë drejt asaj pikës që ne do të donim të shkonim. Mrekulli, Habibe, falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana, të uroj një fundvit të bukur edhe një vit të ri akoma dhe më të bukur. Faleminderit, të gjë uroj edhe për ty dhe për të gjithë shqiptarët kur do që na ndjekin. Mirë, ne shkëputemi këto, rikthehemi shpejt në Live from Tirana.